Numri i debitorëve të pagesës së taksës vjetore të mjetit ka shënuar rritje. Në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor në Korçë bëhet me dije se nga viti i kaluar ka rreth 1000 debitorë më shumë. Sipas burimeve në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor në Korçë, aktualisht janë rreth 9000 debitorë, një shifër që përfaqëson një rritje krahasuar me vitet e kaluara dhe që po kthehet në një shqetësim serioz për autoritetet vendore. Bëhet fjalë kryesisht për emigrantët që kanë në pronësi një mjet, të cilin nuk e përdorin, për biznese që janë të mbyllura dhe mjetet e tyre nuk përdoren më, apo në raste aksidentesh, kur mjeti dëmtohet dhe shkon për skrap, ndërkohë pronarët nuk kanë bërë çregjistrimin e mjetit dhe më pas rezultojnë debitor. Ndaj u bëhet apel të gjithë drejtuesve të mjetit që kanë në pronësi një mjet që nuk e përdorin, të bëjnë çregjistrimin e përkohshëm të tyre deri në momentin e ripërdorimit apo shitjes së mjetit. Mos kryerja e pagesës nga një numër kaq i madh qytetarësh, jo vetëm që dëmton financat vendore, por pengon dhe investimet në përmirësimin e kushteve rrugore për të gjithë përdoruesit. Taksat vjetore të mjeteve janë një detyrim ligjor dhe burim i rëndësishëm të ardhurash për buxhetin vendor, që ndihmojnë në mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore, sinjalistikës dhe shërbimeve të tjera që lidhen me qarkullimin e mjeteve.